Por fatkeqësisht ky nuk është një rast i izoluar, por një tjetër këmban alarmi që tregon se dhuna mes adoleshentëve veçanërisht e dokumentuar dhe përhapur në rrjetet sociale po kthehet në një fenomen shqetësues. Për të analizuar rrënjët e këtij agresiviteti tek të miturit dhe dështimin e hallkave sociale, kam tani në lidhje të drejtë për drejtë sociologun Gëzim Tushi. Zoti Tushi, përshëndetje, faleminderit që jeni na dy CNN. Faleminderit juve për ftesën. Një video padyshim mjaft e rëndë për t'u parë edhe për t'u dëgjuar, teksa vajza rrahin, ofendojnë një bashkëmoshataren e tyre. Profesor, përse ka shumë dhunë të egër fizike tek adoleshentët, aq më tepër tek vajzat? Shikoni, pamjet që u transmetuan për ngjarjen e Fierit të dhunën interpersonale midis vajzave adoleshente është me të vërtet tronditse, është një këmban alarmi, mund të konsiderohet si një ngjarje e radhës së dhunës që është tek adoleshentët, por kam përshtypjen që unë mendoj që kjo ngjarje është një precedent jashtëzakonisht i rrezikshëm, është një kuintesencë e asaj që po ndodh sot me adoleshentët në Shqipëri, po jo vetëm në Shqipëri, është një fenomen global ky i destruksionit që po shfaqet në sjelljet e adoleshentëve, tek arrivizmi i tyre, te agresiviteti i tyre, konfliktualiteti për çështje të natyrave banale apo serioze, dhe në një farë mënyrë statistikisht edhe në Shqipëri jam i bindur që një pjesë e madhe e dhunës tani më është përqendruar pikërisht te kjo stres sociale tek adoleshentët. Është një dhunë e cila është moshore, është midis tyre, por është edhe një dhunë që shfaqet brenda familjes, sepse sikurse ishte rasti që ju ekspozuat, adoleshentja jo vetëm ka qenë e dhunshme ndaj shoqeve të saj, ndaj shoqes së saj, por e tillë ka qenë edhe ndaj nënës. Pra, kemi një fenomen, kemi një zgjerim të dhunës tek adoleshentët, tek kjo stres sociale e cila ka arsyet e veta të kësaj gjendjeje. Ne mund t'i analizojmë adoleshentët, policia mund t'i marrë t'i çojë edhe në paraburgim, mund t'i çojmë edhe në spitalet psikiatrike për trajtim mental. Po këto janë ngjarje që ndodhin pasi ka ndodhur ngjarja. Problemi është të analizojmë çfarë kanë adoleshentët e sotshëm që janë në këtë situatë. Pse janë kaq neurotik, pse janë kaq agresiv? Ç'është ky brutalitet, ç'është kjo dhunë, ky bullizëm, ky ngacmim? Kryesisht, mes shumë arsyeve që mund të ketë. Sipas mendimit tim janë dy arsye. Pari është një arsye moshore dhe duhet jemi të vërtetë që mosha e adoleshencës është moshë delikate. Duhet ta pranojmë që është moshë delikate dhe duhet ta kuptojmë adoleshentin e sotshëm. Adoleshenti i sotshëm ky është. Domethënë është në kapërxyll, kalon nga fëminia dhe në moshën e adoleshencës, fillon ta ndjejë veten të rritur, fillojnë të shfaqen këto problemet e rivalitetit, ndodh pjekuria seksuale që është një komponent shumë i rëndësishëm që i ndërlikon marrëdhëniet midis adoleshentëve, fillojnë konfliktet e natyrshme në familje me prindrit dhe në shkollë me mësuesët. Pra në një farë mënyrë, mosha e adoleshencës është një moshë plastike, një moshë e paqartë, një moshë që ata vetë nuk janë në gjendje ta kuptojnë dhe ta shpjegojnë sjelljen e tyre. Dhe kjo është pjesa e errët, sociologjikisht konsiderohet si një periudhë e errët në jetën e njeriu të adoleshenca. Në kuptimin që është vështirë që ti shpjegosh të gjitha fenomenet nëse nuk futesh në botën e adoleshencës. Ky është problemi i parë për mendimin tim. Kontradiktat e adoleshentëve janë kontradikta të brendshme së pari. Duhet i kuptojmë adoleshentët, problemet e tyre fizike, psikologjike, seksuale, të marrëdhënieve interpersonale, të egoizmit, bullizmit, të demonstrimit të forcës. Të gjitha këto janë fenomene të lidhura specifikisht dhe biologjikisht me këtë moshë. Dhe duhet kuptuar që këto janë fenomene të natyrshme që shfaqen tek adoleshentët. Problemi i dytë, dhe që është më kryesori sipas mendimit tim, është që është shkëputur ura e komunikimit dhe ndërtimit të marrëdhënieve me adoleshentët në dy institucionet kryesore, në familje edhe në shkollë. E para është familja dhe unë mendoj që prindrit që fillojnë të deklarojnë për fëmijët e tyre që janë të tillë dhe janë të atill, unë mendoj se përpara se t'i çojnë në polici apo në gjykat, apo të kërkojnë dëshkimin e tyre, s'pari duhet të kërkojnë dëshkimin e vetes.